Thash që slogani është stop krizës, ndrysho Kosovën. Në fakt, sa jeni bindur që qytetari realisht po e din se kush po e bllokon vendin, kush po e fut vendin në krizë dhe jo vetëm në krizë institucionale? Kriza institucionale cila është në Kosovë jo vetëm në këto 2 vitet e fundit, po në këto 6 vitet e fundit, se zoti Kurti në 2019 ka prodhu spektaklet e njëjta. Jo vetëm 2025 e 2026, e ka një adresë, dhe kjo adresë është vetë kryeministri i vendit, i cili mori mbështetje qytetare në dhjetor, po të cilit duket nuk i mjaftojnë 57 deputet, as 51%, po dëshiron që të ketë pushtet absolut, që të ketë sa ma shumë shtete qytetare, që të ketë kontrol mbi çdo institucion, që dhe presidenti jetë jo dikush i pavarur që ka me një integritet personal, po dikush i cili shërben atij. Prandaj vendi po shkon në zgjedhje, me që zoti Kurti ishte i papërgjithshëm që ta dërgon vendin në zgjedhje. Dhe unë besoj që qytetari e ka pasur çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 4 muajve të fundit, dhe ai do ta thotë përgjegjën e tij me votë. Mirë, po çfarë politikani duhet t'jesh me qenë se ju e njeni shumë mirë këtë fushë që të jesh në faj, në fakt, për shkak të gjithçka që ka ndodhur në vend, dhe në fakt pikërisht atë faj ta përdor në favor të vetin dhe qytetari të mendoj realisht që faji është tek ju si opozitë në këtë rast. Nëse dikush i merr 51% dhe nuk krijon institucione, dhe përveç që nuk krijon institucione e çon vendin në zgjedhje, dhe tash e kem edhe opcionin e njëjtë dhe të ngjashëm e kem me 7 qershor. Varet prej votës qytetare se ne do të kem një parti politike si PDK, e cila do të jetë në gjendje që vendi të krijon institucionet dhe të fillon të qeverisë vendin, apo do të ketë krizë. Në këto 7 vitet e fundit, shumë të tjerët kanë bashkëqeverisë me zotin Kurti. Vetëm parti politike e cila është në opozitë është Partia Demokratike e Kosovës nga viti 2019, nga tetori viti 2019, e deri në qershorin e vitit 2026. Prandaj ne ftoj qytetarët që ta shohin PDK-n si një parti të shpresës, të besimit dhe të optimizmit. Ne nuk kemi arritur në Kuvend të Kosovës që të bëjmë zgjedhje për ta zgjedhur presidentin. Prandaj nga vota atyne do të mbaret a do të kemë zgjedhje. Vetëm një votë e cila PDK-n e rikthen në pushtet është një garancë që vendi do të ketë qartësi. Përndryshe do të kemi blokada, do të kemi paraliza, do të kemi fajsime dhe nuk do të kemi qeverisje e cila është në shërbim të tyre. Mirë, po realisht jeni kritikuar shumë jo personalisht, po opozita në përgjithësi, për shkak që orientimin tek qytetarët si duket ka qenë jo shumë aktiv. Tashmë ju po diskutojmë këtu në studio për besimin, optimizmin dhe shpresën. Sa është në fakt sa i hyn punë qytetarit këto 3 elemente që janë mjaft rëndësishme, po kur vjen puna tek fundi i muajit është tjetër diskutim, askujt s'po i bën mend për shpresën, optimizmin dhe as për besimin. Unë pajtohem me ju që opozita ka mund të bëjë edhe më shumë. Po do thotë na kem pas atë mandat, cilin mandat na dha qytetari në dhjetor dhe që na dha në shkurt të vitit të kaluar. Prandaj edhe ne jemi kufizu prej numrat që kem pas në Kuvend të Kosovës. Nëse qytetarët duan që të kenë një vend ku shpejt zgjidhet presidenti, ku shpejt formohet qeveria, ku konstituohet kuvendi, dhe ku gjitha këto janë në shërbim të tij, që kur dje funi muajit vërtet prioriteti i qeverisë të jetë në çmimet e lira, të jetë çmimi i energjisë elektrike më i lirë, që të rritë mos ta braktisin Kosovën, që mos ta kemi një situatë që kërcënohet demokracia, sikur se kem pasur gjatë këtyre 2 viteve të fundit, ata duhet që ta mbështesin me votë Partinë Demokratike të Kosovës. Dikush i cili mori 51% nuk arriti që ta bëni gjë të tillë, ndërsa ju e dini dhe populli i Kosovës e din që ne jo me 57 deputet, po me 37 deputet. Kem shpallë pavarësinë e Kosovës, kem marrë njohje ndërkombëtare, kem ndërtuar autostrada, kem ndërtuar shkolla, kem rrit pagat, kem bërë reformat, tash unë kërkoj për që... Paralele dur kjo e krahasimi, zoti Hoxhaj? Është paralele të e marrë parasysh edhe momentumet që ka qenë Kosova kur ju keni pas 37 deputet dhe tashmë kur janë mbi 50% të deputetëve? Çka po tham unë është që le ta dyfishojnë votën për Partinë Demokratike të Kosovës. A mjafton veç me thonë?
unë po kërkoj për tyre me që jem zxedhe, që qytetarët t'ja japin besimin PDK-s. Na jemi partia vetme e cila ka qenë në opozit në këto 7 vitet e fundit. Pse të tjerët nuk kanë qenë? Po pse të tjerët kanë bashkëqeverisë me vetëvendosjen. Po nesër mund të bashkëqeverisni edhe ju? Mund të ndodhë, po unë ju po nuk keni vija të kuqe? Nuk po i gjykoj të tjerë që janë opozit, nuk duhet merrem me opozitën se kemë shqetësimin në mes veti. Po të tjerët kanë qenë në qeveri me zotin Kurti. Ne s'kemi qenë në qeveri me zotin Kurti. Ne s'kemi pas kur bashkëpunim me zotin Kurti. Dhe ne mendoj që jem e vetmja opozit, e vetmja shpresë në këto zgjedhje si PDK, për shkak të asaj që të tjerët janë provu, të tjerët i kanë pa, dhe neve do duhet na rikthehet besimi i qytetarëve. Por për tek kësaj, zoti Kurti po qënë në vendin në zgjedhje për të shku përsëri në zgjedhje. Pra nuk do t'jenë zgjedhjet e fundit 7 qershori, jo thoni që ka rrezik. Po, a i ka thënë, do më thonë, e thëtë nga perspektiva e vete, po pse duhet një politikan i kalibrit të tillë që ju kam përballë të mendoni përsëri që çka thot Kurti duhet më bëu. Për shembull, pse ju dilni nuk thoni nuk kam e çu Kurti më vendin në zgjedhje. Jo, nuk po them për zotin Kurti, unë nuk garantoj për anën tonë, unë po them që nëse qytetarët e Kosovës. Edhe nëse tenton zoti Kurti me çu pra vendin në zgjedhje, ju çfarë mund të bëni që të mos shkoj vendin në zgjedhje? Vota për Partinë Demokratike, vota për PDK-n është votë e cila realisht e nal këtë ciklin e shkumjes në zgjedhje dhe të qëllimit politik për të shku nga zgjedhje në zgjedhje. Kem pa vitin e kalun, 2 herë nga ka quzit i Kurti në zgjedhje. Prandaj më piftoj qytetarët e Kosovës. Nëse ata duan që ta shohin një stabilitet në vend, nëse ata duan që ta keni qeveri e cila qeveris për ta, nëse ata duan që të kenë zgjedhje, ku mas zgjedhje tema kryesore është si të formojnë institucionet, jo për të shku përsëri në zgjedhje, duhet ta zgjedhin alternativën e vetme në këtë zgjedhje Partinë Demokratike të Kosovës. Se zoti Kurti, gjatë tërkohës po bën përpjekjet që të organizon sa ma shumë zgjedhje, me qëllim që të ketë sa ma pak demokraci, me qëllim që ta merë pushtetin sa ma në mënyrë absolute dhe ta kontrollon çdo institucion, dhe ne si PDK i kemi thënë jo 2 herë vitin e kaluar në shkurt edhe në dhjetor, jemi të gatshëm që t'i themi përsëri, por prej kësaj situate politike, çmimin në ne e pagun Kosova si shtet, që është e izoluar ndërkombëtarisht për 7 vite, dhe çmimin e pagun qytetari i cili jetoni në Kosovë, që është më varfër dhe ku çmimet e kostës së jetës rritet çdo ditë.